Prej sot ishulli i Sazanit do të jetë i aksesueshëm dhe i hapur për gjithë turistët. Një marrëveshje midis tre ministrive ka bërë të mundur që prej datës 30 maj 2025 deri në 30 shtator të këtij viti, ishulli i Sazanit do të mund të vizitohet nga gjithë ata turistë vendas apo të huaj. Padyshim që ishulli i Sazanit së bashku me Karabrunin vetë një nga destinacionet kryesore të kërkuara kryesisht nga turistët e huaj, çka ka bërë që edhe për këtë vit të treja ministrit të arrin tashmë në një marrëveshje të përbashkët, duke bërë të mundur që Sazani të jetë i aksesueshëm për gjithë. Prej sot datë 30 maj, edhe zyrtarisht ishulli i Sazanit do të jetë i aksesueshëm dhe i hapur për turistët. Nga Kapiteneria e Portit të Vlorës konfirmoi zyrtarisht se tashmë është arritur marrëveshja mes të tre ministrive, ndërsa ishulli do të jetë i hapur në afatin kohor prej datës 30 maj deri në datën 30 shtator 2025. Një marrëveshje kjo e arritur mes Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Turizmit dhe Ministrisë së Infrastrukturës, teksa ka sjellë dhe hapjen e ishullit të Sazanit dhe mundësisë për të vizituar nga turistët vendas dhe të huaj. Në fakt, zona e mbrojtur Sazan Karabrun është nga destinacionet më të kërkuara gjatë sezonit turistik nga turistët vendas apo dhe të huaj, duke regjistruar një numër të lartë të tyre gjatë sezoneve të shkuara verore. Edhe për këtë vit pritet që sërish Karabruni dhe Sazani të regjistrojnë një numër të lartë turistësh vendas apo të huaj, ndërsa tashmë edhe ishulli do të jetë i hapur duke nisur nga data 30 maj deri në fund të muajit shtator të këtij viti.